Me 30 maj në kryeqendrën e Veriut do të startojë festivali më i rëndësishëm i këngës për fëmijë në mbar troje shqiptare. Festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë do të nisë edicionin e 63 në Shkodër, ndërsa duket se përgatitjet janë drejt fundit. Protagonistët tregojnë detajet e organizimit të këtij viti, i cili premton surpriza për ardashësit shkodran dhe jo vetëm. Kjo traditë vazhdon, interesi çdo ditë më shumë i prindve që drejtojnë fëmijët drejt qendrës kulturore, dhe sepse ne jemi në aktivitet gjatë gjithë vitit. Çdo festival është risi për mua, sepse po të mendojmë kena përveç të drejtës për të kënga fituese për të shkuar në Junior Fest, ne kena fëmijë që vijnë nga mosha 5 vjeçare, vetë këngët janë risi në çdo festival, besoj. Simjet është një paksa e veçantë, sepse nga ky festival përzgjedhet edhe kënga që do shkojnë në Junior Fest, si e tillë, edhe prunët kanë më të mëdha, kanë më cilësore dhe jemi munduar që t'i ndajmë në 2 kategori, duke ruajtur paksa traditën, por duke dhënë edhe të renë që sjell juniori. Pra, si mjet kemi 2 fitues. Fituesit e kategorisë së vogël, të fëmijëve nga 5 vjeç deri në moshën 8 vjeç, dhe pastaj e juniorit nga 9 deri në 14. Për herë të parë në këtë festival pritet të ketë një regji skenike shumë të veçantë. Për të qenë pjesë e këtij festivali jam ndjerë nderuar për faktin që dihet që ky është një ditë kulture, dihet që nga ky festival kanë dalë talente në gjithë Shqipërinë, kështu që është një përgjegjësi e jashtëzakonshme që në regji skenike të bëjë jo vetëm atë pjesën e fantazisë si një regjizore, por njëkohësisht harmonizoj artin e Shkodrës, të zërave të fëmijëve me regjin skenike. Edona Reshitaj do të bashkëmoderojë këtë edicion të festivalit së bashku me një tjetër prezantues që do të jetë surprizë. Ajo që mendoj që e veçon për herave të tjera është një organizim më ndryshe, pak më thellë fëmijëve, do të thotë do të jemi unë dhe një aktor tjetër, të cilë do ta prezentojmë festivalin dhe do të ketë elemente shumë të bukura të prezantimit të secilës këngë, ku fëmijët bashkë me publikun do t'i fusim në botën magjike të secilës këngë me përmbajtjet veçaveç që i kanë. Magjia e muzikës dhe energjia e fëmijëve rikthehen në Shkodër për 3 net me radhë pranë teatrit Migjeni në orën 19, ndërsa nata finale do zhvillohet në datën 1 qershor. Fituesi i këtij edicioni do të përfaqësojë Shqipërinë në Junior Fest.